Cilën prej këtë shfaqeve që ki bodi, tash e kështë rikëthy prapë? E kisha rikëthy shfaqen plus 18. Nuk dia ki po. Jo. Plus 18 ka qenë një shfaqe të cilën e kena bo në qytetin e Gjakovës. Kena fitu prej Ministrisë Kulturës si shfaqja ma mirë e vitit. Kena fitu çmim ndërkombëtar, kena fitu çmim kombëtar, kena fitu kudo që kena shku, i kena kallëzu që shbohat. Dhe s'pe bani plus 18 dyshi? Se ka mon. Nuk e ka, jo, ajo rikthehet, nuk ka problem. Po veç ka qenë një punë e regjizorit Qëndrim Riani, ka qenë njëna, edhe ai vetë thot, ka qenë njëna prej punëve të tij nashta më të mirat, kasta aktorëve shumë e mirë. David Mamet u kon autori bashkë me Arjan Krasniqin. Dhe me njëjta histori, njëjta prallë paralelisht. Do të ke në New York dhe në Kosovë. Teatri donë për gjys, edhe u lujke qysh atje, qysh këtu, po kryeve. Kjo pak e dhimbshme që kjo gjatësia shfaqjeve, se projektin e kryeni dhe aja nuk përsëritet më. Kjo krejt varët sa është prej një vjetë kushteve. nëse s'ka bëj reprizë? Një vjetë, varsisht, ka shfaqje që mesin repertor me 3-4 vjetë, po krejt kjo varët prej kërkesës.